Për momentin, Tirana është shndruar në qendër ndërkombëtare të arkitekturës. Mbi 120 arkitektët më të njohur botror kanë bërë qendrën në Tiranë dhe janë duke transformuar Shqipërinë me projektet e tyre. Dhe unë atje i kam njohur ata. Dhe ata pranuan. Ata pranuan që Çajirin ta bëjnë sikur Tiranën pjesë e këtij konzorciumi ndërkombëtar për gjetur një zgjidhje. Se edhe për ata është sfidë. A mund gjejnë zgjidhje për një komunë që është vetëm 3.5 kilometra dhe ka 80.000 banor, me këtë kaos që është, dhe prandaj kanë ardhur gjithë janë 3 kompani, 3 shtëpi arkitekturës botërore. Një është Roykind, Michel Roykind, është një prej 10 njerëzve të cilët Forbes e ka nominuar si një prej 10 njerëzve më me ndikim botëror në çështjen e urbanizmit dhe arkitekturës, po janë edhe 2 shtëpi të arkitekturës, Sono dhe Uno të Shqipërisë, të cilët kanë më shumë se 50 arkitekt që janë angazhuar në fillimisht në detektimin e çdo problemit. Dhe cili ishte parimi për cilën u përcaktuam. Thëm, nuk do bëjmë projekt vetëm për të ndërtuar diçka. Po çdo projekt që do e bëjmë, do jetë zgjidhje për një problem të cilin e kemi definuar. Edhe ai projekt do e zgjidhë atë problem.